Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka treguar se me kryetarin e nismës socialdemokrate Fatmir Limajn nuk ka pasur komunikim që pas intervistës së këtij të fundit. Para mediave, Haradinaj u shpreh se nëse nisma dhe Limaj mbështesin pushtetin, atëherë ata ndahen nga AK-ja. Nuk kam komunikim nga intervista e fundit e famshme e Limajt, ka qenë i vështirë krijimi i shumicës nga opozita. Pozicionimi i tij i hershëm e ka bërë edhe më të vështirë, edhe nëse nisma dhe Limaj mbështesin pushtetin, kuptohet që ata ndahen nga ne, por është një ndarje e turpshme, pasi kemi kërkuar votat për ndryshim dhe sjelljen e tyre, veprimi i tyre është mjaft i turpshëm, tha kreu i AK-s. Në pyetje nëse Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës do të votojë Limajn për kryeparlamentar, Haradinaj u përgjigj: "Ne, në praktikë asnjëherë nuk kemi penguar konstituimin e kuvendit dhe nuk e bëjmë daras, nuk besoj që do të pozicionohemi kundër konstituimit të kuvendit, nuk e dim ende emrin. Është ndarje turpshme pasi kemi shkuar në të gjithë vendin për të kërkuar vota për ndryshim dhe me u sjell në këtë mënyrë nuk është në rregull." Tutje, Haradinaj tha se nuk ka kushte për opozit në rast se lëvizja vetëvendosje dështon të krijojë qeverinë. Për opozitën asnjë kusht, nëse ndahet Limaj, është më e vështirë, por ne do të vazhdojmë, u shpreh ndër të tjera Ramush Haradinaj.